Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes përzemërsisht. Urimet në ditët e fundit të vitit marrin një peshë të veçantë dhe gjithmonë edhe në vështrimin jo vetëm në ditët që kaluam, por edhe në ato që do mbërrim me shumë sukses dhe plot shëndet. Këtë u auroj me shumë përzemërsi. I ftuari im sot është një artist pamor. Ai qëndron në brezin e ri të artistëve në një marrëdhënie konstante me publikun dhe tenton një marrëdhënie që ka një veprim intensiv dhe interaktiv me një audiencë dhe të veçantë. Ngacmues në performancën e tij, në trajektorin që përshkon në rrugën e tij artistike, ai një mjaft rritje dhe mjaft interes. Dy pjesëmarrjet e fundit e kanë cilësuar atë ndër artistët e dalluar dhe të përmendur. Madje në ekspozitën Hidromeno 2021, ai u cilësua si artisti më i mirë. Me mua sot në studio është artisti pamor Ergyst Vela. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në studio. Është kënaqësi t'ju kem në studio, pasi me performancat tuaja, me mundësitë shpresë të artit tuaj, gjithmonë ngacmoni në tema të veçanta që natyrisht kanë një rrezatim të gjerë në jetën sociale dhe artistike. Paraqitjet tuaja më të fundit kanë qenë Salloni i Vjeshtës dhe ekspozita çmimi Hidromeno. Besoj se për ju ka qenë një hap cilësor dhe natyrisht një frymëzim më vete. Dhe herë falenderoj për ftesën. Është kënaqësi që t'jesh në radio, që të komentosh mi punë dhe as më tepër për ekspozitat. Ekspozita që ishte ajo e çmimit të parë, ishte çmimi Hidromeno. Për mu ishte dhe është gjithmonë shumë e rëndësishme që e para është pjesëmarrje, t'jesh pjesë e një ekspozite. Absolutisht çmimi të motivon dhe të bën që të njihesh pak më mirë, por e rëndësishme tek kjo ekspozitë apo tek shumë ekspozita është që publiku merr nga vepra jote, sa ai rrugton dhe rrin mi ato spektatorë që e kanë pa dhe po ashtu ka një mesazh. Natyrisht ju duke operuar me videon, por jo vetëm, të duket sikur keni një dialog që qëndron si një simbiozë fizike dhe shpirtërore me jetën e shqiptarit. Me periudhat, me shumë ngjarje që edhe kanë transformuar jetën, por gjithsesi kanë lënë mesazhe. Duke qëndruar në këtë pozicion, ju shpesh provokoni, hedhni një mundësi interaktiviteti me publikun, duke e bërë atë pjesë të veprave tuaja. Mund të them në fakt është shumë e vërtetë se shpeshherë veprat janë provokuese, por është kaq pasojë që unë provokohem që provokoj. Dhe kjo pastaj në që momentin që unë e kam në vepra apo çdo artist që është në galeri, por ato veprat e mia unë mundohem që ajo të rrogtojnë e lirë për çefin e vet momentin që është në galeri. Ta marrin vetë mi shpatlla peshën. Se që dënë të shprehin vetë vepra me Ju kapni mjaft tema që lidhen me tema të rëndësishme që kalon shoqëria dhe ka kaluar, edhe tema që ju jeni vlerësuar si artisti më i mirë, por edhe ekzili në Sallonin e Vjeshtës, ishin vërtet vepra të realizuara që tërhiqin vëmendjen, natyrisht edhe vlerësime. Për veprën për çmimin Hidromeno, në fakt është një raport që ka kanë ndoshta një editor i myllën, është një vepër shumë personale, është një
një video ku unë për herë të parë kam keni një rast mortit dhe më kishte met mend më shumë të vogël. Më kishte met mend që një audio e një talkine që quhet, masiv. Po. Është varrimi i një personit dhe po kam knatësinë që ta shprehej për herë të parë që ajo më kishte met ankuar në mendje që unë gjatë kësaj periudhe si ai person që kishte ik në atë moshë do të ikisha unë. Dhe ishte momenti më ky që unë ta prezantohesha po në atë moshë dhe të thosha që ma tregi po që është bo që është shumë shpejt ndoshta që t'iku, se du që të marr pjesë edhe me Exil. Përsa kjo ishte përsa i përket çmimit i Dromero, që ka një mesazh po ashtu jo vetëm personal, por që unë e shpërdoj. Përsa i përket Exil, është një vepër që ka linë në fakt duke të ndëgjuar shpesh herë politiken, duke pa se çanoll. Dhe Exil do të thotë në frëngjisht do të thotë mërgim, ikje, shputje nga një realitet. Dhe ajo që mu më bate përshtypje shpesh herë ishte për realizimin e veprës, po ndëgjosha shumë kohë që po na ikun shumë, ka lvizje, trive, vendi po met shumë bosh, nuk kena ma të rria për tjerë, kur ajo që unë kur mëtosha ishte në vitet përpara në kohën e komunizmit, kishin një mbyllje dhe njerëz nuk mund të kaloshin për tej. Dhe momentin që sot noll që njerëz kalojnë, sado që na të luftojmë këtë Exilin, ai do të nollin, do të kena në çdo moment lëvizje. Po ashtu edhe lëvizje menore, besoj ti mundohesh të shpush diçka nga mendja jote, po ajo është me ty dhe do të ecë me ty dhe do të rroktojnë me ty. Në këtë këndvështrim vepra shikohet në shumë plane. Madje duke ndjekur në dinamikën e saj, unë vërej një regji të veçantë ku pikrisht ajo që është në subkonsciencë, por edhe shpesh që bulon krejt hapur në sipërfaqe është pikrisht kjo ndjesi që të jep që ajo qëndron aty, por që her pas here del në sipërfaqe humbet, ashtu siç vet kjo ide e shoqëron edhe jetën e shqiptarit. Besoj se për të realizuar këto video me mjeshtrin tuaj, ka një sens të veçantë, matës do të thoja, i cili ju drejtohet pikrisht këtyre ideve dhe ndjesive që e shoqëron jetën, individin, hapësirën që ai përshkon. Është ndoshta një realizim që regjia e fokusimit të videos e jep dhe të bën të mendosh pasi e ke parë. Në përgjithësi, unë mendoj që vepra është shumë sekondare. Sekondi është momenti më i çmueshëm të vepra dhe mos ai për një sekondë me bëhet minuta, vite, orë që ajo rrinë mendjen tonë, po e sekondi është shumë keq. Dhe ajo që unë fakt shpesh herë dhe gjithmonë mundohem që mos të jetë një editim i videot, të jetë siç është bën një filmim dhe mos të editohet, mos të kalojnë edhe herë në teknologji, të jetë ashtu siç ajo ka lind apo siç më ka dhënë një ngacmim të mbrëmshëm që unë ta bëj këtë vepër dhe ashtu siç është menu, ashtu duhet që të realizohet dhe të shfaqet për publikun. Pra, e sinqert, po u prek, po e trazu atë lloj mendimit, por gjithmonë në anën e regjisë duke pa se në çfarë planit do të rrinë më mirë, si do të jetë, ku është momenti kulminant i transmetimit të një mesazhi. Si artist pamor ju keni zgjedhur videon, foton, instalacionin. Janë mundësi të mira të shprehjes suaj? Besoj që mund të them të pjesa më e madhe e artistave e kanë nisë ndoshta po të gjithë nga piktura, vizatimi, ato shkarabinët e vogla që në kopsh ndoshta. Por secili nga artistat janë një mënyrë të shprehunit
me publikun, aty ku ai njëhet më komod, më rahat, ka një mesazh më të sinqert, më atë se që mundohet me shpreh, me dhanë, ndoshta ka kanë rruga më e mirë, duke dhënë një mesazh për diçka apo duke menu vetë ai artist që merret në video, sikur mesazhi transmetohet shumë më shpejt te publiku dhe ka shumë dyshime dhe shumë pyetje. Ndoshta shpeshherë bëhet edhe më anik pyetja dhe është një lloj më të lënë një hapësirë brenda vetes për të thelluar idenë rreth asaj për të cilën flitet. Ergjus, kështu që rrugtimi yt artistik nis shumë herët me vizatimin, pikturën, apo jo? Kam marrë te shkolla muzikës, liceu. Mas liceut... Si ishit në atë kohë? Do me thënë para përqenit pikturën, e aplikonit atë? Po, në për ju është në shkollën e mesme, ja është të ndame, do të jesh të marrësh me pikturën, apo do të ndahesh tek grafika, apo tek skulptura, po, dhe aty do të marrësh vetëm me vizatimin, do të njefsh për masa, do të dish kombinimin e ngjyrave, do të mësosh se si trajtohet një portret apo diçka tjetër. Por që në atë kohë ndoshta kanë nisë përpjekjet e para, mund të them, momentin që ishim në vizatim, nuk ishim të kurzuar ndoshta, dhe mund pëlqente që të vizatosha edhe me rezervë, ndryshe ndoshta më tjerë. Mund të kenë ndodhur qysh atëherë, por ajo që unë fakt po kanë më rëndësishme për mua që po kërkohesha diçka tjetër, po kanë në shkollën e lartë, në Universitetin e Arteve të Shkodrës. Po. Ku unë kam marrë studimet, aty ka kanë eksperjenca parë që unë jam has me artin bashkëkohor, fal një mundësijet dhe një knatësie që sot jena dhe miq me Adrian Pacin, ku ishte eksperjencat e parë. Dhe aty ndoshta ishte diçka që unë ngacmova duke pa ma thallë se qa në artin bashkëkohor konceptual. Pra, Adrian Paci është frymëzuesi juaj. Si u mbështeti ai pastaj për që ju të rrugtoni pikërisht në këtë hapësirë artistike? Po, eksperienca parë në fakt ka ndodhur me 2 javë që kishim workshop tek Galeria Arteve në Shkodër, që u bë e mujtër. Mas kësaj eksperiencet ishte unë nuk kisha marrë asnjëherë pjesë në performance. Ishim një bashkëpunim mes Universitetit dhe Shkollës Paolo Grassi në Milano, ku për herë parë njofta me performancën, u njofta duke performu vetë, dhe kjo ishte një shtysë shumë e mirë që unë të kuptosha dhe du të marrë me video, me performancën apo me instalacionin. Dhe aty eksperiencat e mëdha të japin një ndjekim të mirë dhe janë shumë pozitive që ti arrin që të kuptosh rrugtimin se ku do të rrish apo të jesh i vendosur për artin që do. Dhe ju vendosur që masterin ta realizonit pikërisht në këtë fushë, në këtë hapësirë artistike. Po, unë kam marrë masterin në multimedia në Tiranë, 2 vite, ku kam publiku apo kam prezantuar më tepër, më mirë me thënë, videot, por edhe instalacionet. Në Tiranë ka mund të quaj diçka me shumë vlerë, duke pas parasysh që ka shumë hapësina që mundesh më shpreh. Po. Ke mundësi që të merresh pjesë dhe në disa ekspozita, njihesh me shumë kurator. Dhe mundësia për mu që ka kanë 2 punë, mund me thonë që jam një mirë, ka kanë një eksperiencë nëpërmjet universitetit dhe platformës Harabel, ku është Drian Zeneli, ku kisha një ftesë, dhe me një kurator Eugenio Tibaldin, ku për mu ishet ajo që në fakt mu përshtate me punët, për qoftë politike, sociale, ku kjo pjesa politike është dhe poetike më jam, e të shprehunit, ku ishin 30 vjetë titulli Tranzicion shqiptar,
Dhe aty te kjo vepër ishte një bashkëpunim shumë i mirë pra me kuratorin dhe vepra ka 3 kolona. Po. Është një vepër me 3 kolona ku janë kolona mund ta quaj vetëm strukturë hekrit, ku janë 3, pikërisht një numër që unë e quaj shumë i rregullt, në shumë drejtime. Dhe këto 3 kolona asnjëna nuk është e saktë. Njëra është shumë e pjertë, nuk mund të majmë peshë dhe këto 30 vite më duket sikur kolonat nuk kanë kënë shumë e bazë. Dhe u mundova që të shprehej në këtë formë dhe ishte ajo që unë thash edhe më parë, unë provokova ndoshta me një punë. E vërtet. Ndërkohë që të punosh në këto mundësi shprehje, në instalacion, në foto, në video, është e bukur, po natyrisht ka dhe sfida. Cili është publiku yt, Ergys? Atëherë unë e nisi shpeshherë punën nuk e ndaj me njerëz që unë rri për ditë, me njerëz që janë pjesë e tavolinave, të saj shoqënisë mund ta quaj jo intelektuale. Njerëzit e thjeshtë. Njerëzit e thjeshtë, më pëlqen që ta doja me këto, se në fakt du që mesazhi të jetë i transmetueshëm dhe tek ky publik. Është shumë e rëndësishme që mos të kufizohet vetëm me ata që e njohin videon apo instalacionin apo diçka tjetër. Dhe aty besoj shpesh herë marr ngacmimet e para për punë. Është pjesa më e rëndësishme për mua dhe ndoshta duke e marrë dhe në qytet dhe duke lëviz në qytet dhe duke bisedu. Është e vështirë se shpeshherë është e pakuptueshme, ka shumë njerëz për çfarë unë duhet të shprehi. Dhe mos ajo kufizohet në galeri ku dihet se në galeri do të vinë ato njerëz që e dojnë artin, e njohin, e gjykojnë apo ka një kritik Keni marrë pjesë në shumë ekspozita. Besoj se kjo është një ecje dhe një rrugtim që ka disa stacione. Si ka qenë për ju? Pikërisht pjesëmarrja dhe stacionet e stadet në të cilën ju keni rrugtuar. Po, ajo si e thash dhe më përpara, ishte eksperienca por ka qenë me Adrianin, ishte në Milano, për mua ishte një eksperiencë shumë e bukur. Dhe ajo që në fakt shpeshherë ka marrë pjesë janë ekspozitat në Shkodër, tek salloni. Nuk më është dhënë mundësia, ishte hera parë që unë marrsha pjesë te Hidromeno. Për mua ishte çmim shumë i rëndësishëm, por kishte një 2 vjeçar shkputjet. Po. Se nuk kishte e drejta që unë pa marrë studimet të marrsha pjesë. Janë disa kushte. Janë kushte. Por eksperiencat besoj të mira gjithmonë duke pas parasysh që ka shumë galeri në Tiranë, kanë qenë në Tiranë me disa ekspozita, siç e përmenda tek Galeria Fab, tek Zeta, tek platforma Harabel. Normalisht sa më shumë që të merresh pjesë ti duhet të fillosh të kuptosh dhe të njihësh më mirë, ndoshta është një pasqyrë që ti të shihsh veten se absolutisht si po po. është rrugtimi jot apo një çdo artist. Në fakt ju qëndroni edhe në një pozicion tjetër që lidhet me anën akademike tuajën. Ju jeni pedagog në Departamentin e Arteve në Universitetin Luigi Gurakuqi. Pikërisht tek performanca, tek video, tek fotoja. Në këtë këndvështrim dhe hapësinë artistike është veprimtaria juaj akademike. Çfarë interesimin ka nga studentët e rinj pikërisht për këtë lloj performancash artistike? Në fakt tek universiteti unë jap landën e fotografisë dhe shpeshherë më duhet që të tregoj video. Video të fotografëve që lidhen me ndoshta shpeshherë jo vetëm me fotografinë, po se si ato performojnë, sidomos fotografë që janë street, që janë fotografë të rrugës. Dhe shpeshherë mundohem që fotoja jo vetëm të jetë foto, po të ketë një mesazh, të ketë një thirrje, të ketë një tingëllim tek spektatori që është. Edhe shpeshherë merrem me konceptin dhe me estetikën e asaj fotografie, se ku do të vendoset, ku
ku do të jetë. Ku do qëndroj? Interesi i studentave verej që shpesh siç nolli dhe vjet që kishin performancë, kishin një ngacmim apo doshin që të ishin ndryshëm. Dhe absolutisht jam shumë i kënaqur shpeshherë kur kam propozime nga studentët që duhet që të bëj dhe diçka tjetër dhe nga ana jame po besoj gjithë pedagogëve ka një liri shumë të madhe. Dhe kjo është besoj dhe për ta është komoditet. Është një shkollë që ti duhet të shprehesh me atë që ti ndjen dhe ndihesh më mirë. Artisti asnjëherë nuk ka ndalim, sepse ju e përmendët që unë ngacmohem për të ngacmuar me artin, kuptohet. Kjo do të thotë që gjithmonë temat e ditës të prekshme në një veprim publik ju shtynë për të realizuar diçka artistike që ju keni me mundësi tuaja të videos, instalacionit të fotos. Nuk e di se cili është ngacmimi i radhës. Në fakt, gjatë kësaj periudhe po merrem vetëm me fotografinë mund ta quaj me film analoge, me film roll 135 mm dhe po më jep një kënaqësi shumë të madhe. Ndoshta një kënaqësi që nuk mundem që ta lë në harres, duke pas parasysh i mat ka kanë fotograf ose më mirë më thënë laborant dhe ndoshta ka met kjo lloj dëshire që unë ta vazhdoj apo dhe vetë për profesionin që unë dhe po jap dhe sot mësim apo asaj që unë du, por që është në fakt për mua e rëndësishme është që kjo fotografi të jetë jo në harres, ajo fotografi e vjetër siç brezat e kanë pas. Për sa i përket në bardhëzi apo në bardhëzi në mënyrë komplet analoge, siç janë bëhet mund ta quaj stampime tek Marupt apo tek Nënshati me një letër fotografike. Por projekti rras është diku këtu afër, besoj që vlen shumë kushte që të realizohet. Është një ngacmim ndoshta që unë e kam marrë me shumë kohë. Është në kohë, po është ka kanë siç lind shpeshherë sekondare, diku të kjo zonë, ku mu me kam një përshtypje që është kjo që na jena sot, ndoshta shpeshherë nuk katapultojmë drejt Europet apo drejt diçka e tjetër që është një diçka që është në qytet. Shpresoj që të realizohet shpejt, janë kushte shumë vështira. Një tematikë e prekshme. Po është e prekshme dhe është shpeshherë na kalojmë në qytet, shohim gjëra që ndoshta jo vetëm qytet, po dhe në marrë territorin që i shohim për ditë dhe na bëhen shumë familjare, ndoshta nuk janë hiç mirë. Dhe kjo është ndoshta syni artistik jo vetëm jam, po i gjithë aty që merrem me art. Ky është ai ngacmim ose ai interdialog që spektatori, artisti e gjen veten gjithmonë në një bashkëbisedim të pandalshëm. Në fakt, ky është misioni edhe i artit, që të ngacmoj dhe të mbes gjatë në mendje për të thënë një ide dhe për të vepruar mbi të. Po, mund të lidhet, besoj që arti konceptual, ka filluar në vitet 60 në Amerikë, por besoj që edhe veprat, po t'i shohim veprat që janë pikturat klasike, se cilat kanë pas një mesazh dhe ka një koncept dhe këtë luftoj dhe ja shpreh studentëve që kur të fotografojmë duhet njohim shumë mirë pikturën, duhet njohim shumë mirë dritën se si ata kanë punu dhe këto lidhen automatikisht me videon, lidhen me foton, lidhen me instalacionin, me vëllimet në hapësinë se ku duhet vendosen. Pra janë këto vepra që apo këto gjëra që na duhet shohim dhe në kohë më përpara për me dhënë mesazhe. Keni një pjesëmarrje, një ekspozitë afërt? Nuk mund ta quaj të afërt, për mua
është e afërt, por jam duke menuar që të kemi një ekspozitë në 2023-shin. Po punojmë mi këtë ekspozitë vetjake, personale, dhe ajo është diçka që shpeshherë më thonë që 2023 është shumë larg, po më duket shumë i afërt, ndoshta për atë që unë du të t'jap apo t'jetë më e mirë, ndoshta edhe po ka në prezent e ekspozita. Ju falenderoj shumë që ishit sot në Mirëmëngjes Shkodër. Natyrisht ecuria, ngasjet, çdo gjë që e bën artin të dialogoj me veten dhe të tjerët janë një mision që ju ja keni vënë vetes, por që vazhdoni ta kryeni me të njëjtin pasion dhe ecuri si në performancën e parë. Ju falenderoj edhe një herë dhe ju uroj shumë sukses. Pas këtij çmimit Hidromeno, ju uroj pjesëmarrje në radhë të parë në shumë veprimtari, në ekspozitën vetjake që dëshironi të realizoni, pse jo, dhe në vlerësime. Faleminderit shumë për ftesën. Merci. Shumë suksese ju uroj. Faleminderit. Faleminderit.